Përse drejti nga stadiumi Loro Boriqi i Shkodrës, sa përshdyllë pjesa parë, barazim 1-1, fillimisht shënon ekipi Farkë Blu me Redon Gjigjen dhe puna vëzhgjet pas 4 minutash Bismarck. Medmon Halilin është një emër shumë i njohur i humorit i Stadit të Shkodrës, por të Durrësit, por një super tifoz i Vllaznisë që ndjek skuadrën Kurçe Blu në të gjitha stadiumet e Shqipërisë. Mirë erdhe Mondi. Mirë në shtëpinë tuaj, po jetonin në Durrës dhe po unë Vllaznin e kam në zemër, nuk diskutohet e jeton. Unë Vllaznin e mirë, si që thatë edhe ju, në tanë Shqipni. Ku fillu nga Ballçi deri në Shkodër. Masa janë nga Shkodër prap deri në Ballçi. Pjesa pa 1-1, ju knasi? Me thënë drejtën mirë, po, me që na banin golin e parë ata, që ne ishim pretendent për me fitu pjesën e parë me thënë drejtën, por futbolli ka papritën e topjes të Romullak nuk diskutohet, na banin golin parë. Edhe na nuk i lam pa gja, e banë edhe na golin e barazimit, që jena 1-1 pjesa parë. Tashti, unë personalisht menoj që mund banë edhe gol pjesën e dytë dhe ka mërë 2-1, jena shumë knaqën. Unë falenderoj shumë tifozët e Vllaznisë që sot e kanë mund stadiumin për lëp edhe ka lezet shpirtin e këtë kalabrek malë që jashtë, ashtë gjëna më shpërfitur Vllaznia sante. Fatë që Vllaznia mund të shënoj dhe një gol tjetër pjesën e dytë. Mendon se kush mund të shënoj? Unë kam 2 lojtarë. O Balaj, që kam zemrin të eme, Balaj, edhe Kallaku. Kallaku, pa fështë është dhe nga zona Durrësit e kam anë. Mondi, ju keni përjetuar shumë sfidat Vllaznisë, shumë klasike, si sta me jeni një nga aktorët me të spikatur të Shkodrës dhe me gjë, atmosfera sot duket diska ndryshme javët e me pasë. Sot është atmosfera shkëlqyeshme Margac, ishe veta mu stadiumi, si thot e shmet bëllohë dikur, është stadiumi plët e për plët, nuk e ku të hedhësh kokrën e mollu, sa ku këndi, edhe kjo është një gjatë shumë e bukur. Po ba me fitu në asante, që ma nërmena se do të fitoj, nuk diskutohet, ke me pati që ka mu banë në shenë tjetër, edhe ma ka labër ka me pas Vllaznia. Tifozët e Vllaznisë gati edin vetë, janë të sosën, janë të shkëlqyshëm. Ka ardhur momenti, mund Halili se Vllaznia të rikthej titullin në Shkodër pas shumë vitesh? Margac. Momenti ka ardhur Margac, pa që që me ta Margac. Ne për shpirt, kena 25 vjet, duket 24 vjet që s'kena marrë titull, po. Nga pas e morë me si mjetë Margac, si thënë asaj fjallë, po, halën 2 faqe, zose marrim ma. Qa vite ka se ndjeket Mont Halili Vllaznin? Mont Halili ndjek Vllaznin taman që ishka mosha 14-15 vjeç. Sot jam 71 vjeç, edhe nuk jep dorëheqjen nga Vllaznia. Deri sa të kem ka me dorë, kur të janë ka me dorë, nga që s'kanë që me bërë, të shimë më gëndës. Nuk jepi dorëheqjen nga Vllaznia, po është nga skena. Ma skena jo që jo, po dhe nga Vllaznia, po them sa të kem ka me dorë. Ndeshja më e bukur që Edmund Halili ka shijuar për Vllaznin në vite. A di se shpuna Margac, tana neshit janë buka, po që kanë kënë buka dhe të forta, këna lujt me Ignatjen, me Elbasanin, me Partizanin. Jo, kam shkanin në vite, se Ignatja ndoshta ato e periudhës së fundit. Në vite, tash në vite, unë jam brezi Federik Çapaliput, brezi por si të qofë 72-shin i keni përjetuar në këtë stadium kur fiton të kupë dhe kampionat. Unë e majmen më vë si Zan Ragami bani 7 gola me penalti, si se majmenone, me fjallë atë e neshët buke, për në vitë ma ata neshët që kena pa. Edhe këta futbolistat nuk janë që janë shumë të mirë. Janë të shkëlqyshëm, janë të mirë, por ka e fatin nuk den Margac. Sa më kaloj në të momente dhe ish presidenti të UTS së Durrësit Edmund Hasan Berriu, i cili aktualisht është zgjedhur antar i Komitetit Ekzekutiv, ju përshëndeti me dashëmirësi. Si tifoz i Durrësit apo? E kam shumë mik, e kam shok, e kam mik, e kam në të kena ne, kena pi kafe, kena bë muhabete, jena knaq, në diskutohet. Ishim me Edmund Halilin, aktorin e minjohur të humorit shkudan dhe me gjë, parashikoj opinionin e tij për pjesën e parë, barazim 1-1 dhe parashikoj fiton Vllaznia dhe Tiranës 2-1. Dhe golin thatë që shënon njëri prej Balet apo edhe Kallakut. Edmund Halili, faleminderit.